Njëri nga plumbat është thënë, ka lënë shenjë në dritarën ku po qëndronte eroja Shaban Bajrami. Për këtë, ai thotë se qëllimi i tij ishte ta vriste, duke pretenduar në kryerjen e veprës penale vrasje mbetur në tentativë. Po ai s'ka ardhur për ndarsa, më ka gjujt me nvrojt. Me pasar për masi e ka mujt me shku tjetër kund me gjujt, nuk ka mujt dhe unë më ardh aty në rrugën pa kry hiç, edhe afër kforit plus. Shtëpia sa dush tjetër apo pse s'ka gjujt në shtëpi tjetër. Po ka gjujt në drejtim meje. Ka mujt me shku në zhurmë me gjujt, ka mujt me shku në Tusuz me gjujt. Ai ndash një është i pint, ndash një është drogirash, ai ka gjujt drejtim temin. Ai duhet me dhon përgjegjësi për këtë. Por kallëzimi penal i policisë së Kosovës i deponuar në Prokurinë Themelore në Prizren nuk është bërë për kryerjen e veprës penale vrasje mbetur në tentativë, por shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm. Kjo përkundër deklaratës së viktimës i shprehur si dikush ka tentuar të më qëllojë me armë qëllimisht, pamjeve të kamerave dhe gjurmëve që kishin lënë në objekt plumbat e shkrepur, si dhe tentimit të tyre për të hapur derën dhe hyrë brenda parcelës, të cilat rrethana mbetën të qartësohen në fazat pasuese të procedurës penale.